për shkak se procesi politik në Kosovë fatkeqësisht çdo ditë po shkon ka kontaminimi, kështu në atë kuptimin. Ju thoni që këto lista janë edhe më të kontaminuara. Nuk e di nëse mund ta quaj shumë bazë asaj që po e thoni ju, se A di qysh, Visok, njerëz ndoshta për shkak të apetiteve tyre po mendojnë që futja në listë është privilegj, përkundrazi është kogja një farë risku i madh për shkak se ti duhet me matë mas pari vetën. Shumica njerëzve në listë kur futen nuk e mosin vetën, edhe na ka tregu dhe rezultati. Çfarë kuptimi se mosin vetën? Po duhet me matë vetën me këshirë për shembull. Si fuqi elektorale po. Si fuqi elektorale, sa ki rrath, sa ki besueshmëri, çka ki me tregu, çfarë koncepti ki, për çka po hen, çka ki me ndryshu, cila është puna e parë që ki me bë. Këtu është kriju një farë modeli që thirrën njerëz, futën në për lista, shumica për tyre s'dinë as çka kanë me bë, as pse janë hinjas. Është sfidë dhe për partitë politike të bëjnë 110 veta në listë. Po, është sfidë për shkak se njerëz, atë pse është sfidë, kur partitë politike punojnë keq, atëherë njerëz dhe mirë që duhet realisht pa dash me nënçmu asnjë person në këtë pjesë, njerëz që duhet më marrë me politikë, po pritojnë me hi politikë. Edhe tash na po i shohim listat, për shembull, mashallah, rrosh prej kandidatëve, po çka kanë me prodhu këto lista lind pyetja. Çfarë informacione në aspektin po themi profesional që japin kuvendit ose pa tash një pyetje për shkak shumë thjesht. Çka ka me prodhu nëse futet në listë një figurë që në çdo studio televizive kur njëherë një të vërtet thonë se ka. Veç ka bo propagandë. Okej, ki fjalën për analistët ose opinionistët në studio televizive. Të preku një pjesë, për shembull. Shumica e njerëzve të thotë duhet për me pas me ditë se po është përgjegjësi e madhe kur hen deputet. Këtu ja kanë prishë edhe vleftën në farë forme. Këta po hinë edhe po i ftojnë. Po themi është një farë lloj marrëveshje me subjektit politik. Edhe ati që është bëhet pjesë e listës. Zoti Visoka, kur kush me zër nuk të shten. Po menimi jam si Florent është i zhdasht me u da kush do më marrë me politikë, për shembull, 4 vjet përpara duhet m'ja nis prej sodit. Nëse Florenti don më marrë me politikë mas 4 vjete, duhet m'ja nis prej sodit, me dar rrugën, edhe m'ja nis me punu për me u marrë me politikë. S'munësh dhe i sot kamarjer në thujza, ose kondukter, ose gazetar, ose moderator, ose publicist e fup rasun listë për deputet. Çka përfaqëson ti? Cili është plani, cili është qëllimi? Menimi jam është, nështë e këngabim, njerëz nuk fajtohen. Sipas kritereve tua, çka do të më pas një kandidat për me qenë deputet? S'ka më ne kritere. Po megjithatë, kur ke gjykim do të më pas një kriter apo jo? Unë s'jam të gjyku kërkon. Unë jam të dhënë mendim. Po mendimi është kritik i rastin konkret. Po, unë atëherë ka të drejtë zoti. Ka të drejtë edhe ky të ketë mendim. Po, me tregu çka do të më kon ndryshe se Spari, unë të thash, bia trashën nëse më dëgjove, duhet mu da. A do më marrë me politikë? Po, s'mun është natën e Bajramit me maj kurbanin. E ke fjallën me u antarësu paraprakisht në parti? Bravo, duhet me ditë ma herë, duhet me da vinë, mu marrë me tema caktuar. Për shembull një pyetje shumë për... Po për shembull këta po flasëm të publikës që kanë kalu dhe kanë aderu në parti politike, nuk kanë qenë deri më tani duke përgatit terrenin e tyne? Çka përgatit një... Për arsye se ju e dini shumë mirë,